Qyteti i Shkodrës u begatua me vizitën historike të imamit të Qabes, madhnueshme Sheikh Salih Al Talib, i cili ndodhet në Shqipëri me ftesë të komunitetit musliman të Shqipërisë. Me pritet mysafirit të shtrenjtë, ishte meftyri i Shkodrës Imam Muhamet Sytari, meftyri i Malësisë së Madhe, imam e teolog, besimtar të shumë të qytetar të Shkodrës, por e vëllezër të nderuar të ardhur nga Kosova dhe Mali i Zi. Imami i nderuar i Qabes së madhnueshme drejtoi faljen e namazit të akshamit me xhamat në xhamin e Parrucës, që ishte të mbushur nga prania e madhe e besimtarëve dhe besimtareve. Meftyri i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari, në përshëndetjen e tij, theksoi se sot është një datë historike për Shkodrën, që mirëpret në zemrën e saj imamin e nderuar të Qabes së madhnueshme. Në fjalimin e tij, Sheikh Salih Al Talib theksoi se muslimani është njeri i ruajtur, i distancuar nga shkaqet e dhunës, terrorit dhe shkeljes së drejtave të tjerëve. تحقيقا لقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. Që të vërtetojmë edhe një herë ajetin e Allahut subhanahu wa taala në Kur'an, me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Gjendem sot mes jush që të vërtetojmë edhe një herë që ne do të jemi gjithmonë së bashku, do të jemi gjithmonë, kemi simpati, kemi dashuri për njëri tjetrin. Të dashur vëllezër, nëse do të kishte ndonjë fjalë më të mirë për të këshilluar njerëzit, atëherë ato fjalë janë ajetet e Kuranit, famlar. Nuk ka dhunë në fe, prandaj të gjitha ato persona që i drejtojnë dhunës, vrasjeve dhe terrorit nuk kanë të bëjnë me ligjet e Kuranit dhe këshillat e profetit Muhammed, dhe mbi të gjitha nuk janë prej muslimanëve dhe nuk kanë lidhje me fenë e pastër të Islamit, sepse Islami është i pastër prej të gjithë veprave të terrorit, nga vrasja e njerëzve, nga dëmtimi i pronave publike dhe private, nga sulmet ndaj të pafajshëmve, nga padrejtësitë ndaj njerëzve, theksojnë fjalën e tij imami i nderuar i Qabes së madhnueshme, Sheikh Salih Al Talib. Pas përfundimit të ligjëratës, imami i nderuar dhe muftiu i Shkodrës këmbyen dhuratat simbolike të këtij takimi historik për Shkodrën dhe muslimanët e saj.